Investimi realizuar në rrugën Don Bosco e njohur ndryshe dhe si rruga e Gjykatës ka marrë vlerësim maksimal nga qytetarët e Shkodrës, të cilët falenderojnë bashkinë që arriti të krijojë një standard tjetër infrastrukture, duke e kthyer në model për qytetin. Qytetarët vlerësojnë jo vetëm rikonstruksionin e plot duke filluar nga kanalizimet, asfaltimi, trotuarët e ndriçimi, por edhe krijimin e korrisë së biçikletave, çka krijon lehtësi për qarkullim si të këmbësorëve e automjeteve, ashtu edhe për pedaluesit. Bravo i qoftë, sa i ka ndryshuar me fjalë faqen, am kupton. Ka me fjalë të në janë duhet më vlerësu. I lëmshin dorë, falenderoj për bashkisë. Për mua është i vlerësuar. U lumshin krat e ka ndryshuar pamjen. Mrekullie ka i lumë dora, se si ka kene, si a botë, me ecë, si me kanë të ecë naku. Po ba mrekullie më të në Shkodër, jo vetëm tu. Pja këve nga Shkodrës, i lumshin dorë, si ka ba. Ndërhyrja si pjesë e një seri investimesh në infrastrukturën rrugore të qytetit ishte tepër e rëndësishme për rrugën Don Bosco, pasi shërben jo vetëm për komunitetin e zonës, por edhe si lidhse ndërmjet lagjes Perash dhe Piacës së Shkodrës.